Darka e gabuar, Ismail Kadare. Hyrje, Kadare dhe universi i tij letrar. Ismail Kadare është një nga figurat më të mëdha të letërsisë shqiptare dhe ndër më të njohurat në letërsinë botërore bashkëkohore. Veprat e tij janë një përzierje mjeshtërore e historisë, politikës, mitit dhe filozofisë njerëzore. Në qendër të krijimtarisë së tij qëndron njeriu i thjeshtë i përballur me sistemin, frikën dhe pushtetin. Për Kadaren, letërsia nuk është thjesht art, por një mënyrë për të mbijetuar shpirtërisht në diktaturë, një mënyrë për të thënë të vërtetën në një botë ku ajo nuk mund të thuhej hapur. Në këtë kontekst lindi edhe romani Darka e gabuar, një vepër që i përket periudhës së vonë të krijimtarisë së tij, ku Kadareja reflekton mbi diktaturën komuniste në Shqipëri me një gjuhë të ngjeshur, simbolike dhe shpesh ironike. Ky roman është një dritare drejt absurdit politik, ku një darkë e vetme shndërrohet në një metaforë të madhe për marrëdhëniet mes pushtetit dhe individit, mes frikës dhe lirisë. Përmbajtja dhe struktura e romanit. Ngjarjet e Darka e gabuar zhvillohen në periudhën e diktaturës komuniste shqiptare. Në qendër qëndron një episod që, në pamje të parë, duket i thjeshtë, një darkë zyrtare mes dy personaliteteve të larta të pushtetit, ku ndodh diçka e gabuar. Kjo darkë e gabuar bëhet burim frike, pasigurie dhe tragjedie për ata që morën pjesë në të. Kadareja nuk e rrëfen romanin në mënyrë lineare. Ai e ndërthur rrëfimin me kujtime, thashë theme, letra dhe reflektime që zbulojnë gradualisht misterin e asaj darke. Lexuesi përfshihet në një atmosferë paranoje, ku çdo fjalë, çdo gjest, çdo përkulje e kokës mund të interpretohet si gabim fatal. Kjo është pikërisht mënyra se si funksionon një regjim totalitar, përmes frikës së vazhdueshme dhe mungesës së sigurisë. Në roman, një ftesë për darkë nga një zyrtar i lartë bëhet një ngjarje e jashtëzakonshme, ku të ftuarit nuk dinë nëse po shpërblehen apo po ndëshkohen. Nga një situatë që duhej të ishte e këndshme, darka shndërrohet në një arenë politike, ku fjalët peshohen me ankth dhe heshtja mund të jetë më e rrezikshme se fjala. Personazhet dhe rolet e tyre simbolike. Personazhet në Darka e gabuar janë të ndërtuar me kujdes dhe mbartin më shumë kuptime se sa identitete konkrete. Ata përfaqësojnë figura tipike të sistemit komunist, njerëz që jetojnë në frikë, që dyshojnë për njëri tjetrin dhe që humbin individualitetin për të mbijetuar. Zyrtari i lartë, një figurë e pushtetit që mbetet disi e paqartë, por që simbolizon vetë sistemin. Ai është gjithmonë aty, i pranishëm në mënyrë të padukshme, si një sy që vështron gjithçka. Ai nuk flet shumë, sepse nuk ka nevojë të flasë, frika që ai përhap është më e fortë se çdo fjalë. Të ftuarit përfaqësojnë njerëzit e zakonshëm që janë mësuar të jetojnë në nënshtrim. Ata shfaqin ankthin tipik të shoqërisë në diktaturë, frikën nga interpretimi i gabuar, nga fjala e tepërt, nga buzëqeshja e keqkuptuar. www.radiolyra.com. Narratori shërben si zëri i ndërgjegjes dhe reflektimit. Ai nuk është hero, por dëshmitar. Ai vëren, analizon dhe përpiqet të kuptojë absurditetin që ndodh përreth. Përmes tij, Kadareja shpreh mendimet e veta mbi mekanizmin e frikës dhe shkatërimin e logjikës njerëzore në shoqërinë totalitare. Në thelb, personazhet nuk janë vetëm individ, por figura simbolike që tregojnë se si pushteti depërton në çdo aspekt të jetës, deri në mendimet më të fshehta të njeriu. Darka si metaforë e frikës. Darka është qendra e romanit dhe simboli më i fuqishëm i tij. Ajo nuk është thjesht një ngjarje shoqërore, por një rit i pushtetit. Të ftuarit e dinë se çdo veprim gjatë darkës mund të interpretohet si besnikëri apo tradhti ndaj regjimit. Një fjalë e gabuar, një vështrim i pasakt, mund të sjellë fundin e karrierës, madje edhe jetës. Kjo ide e një darke që vendos fatin e njerëzve përbën një metaforë universale për çdo shoqëri ku frika sundon mbi logjikën. Kadareja e përdor këtë situatë për të treguar se si sistemi totalitar i zhvesh njerëzit nga humaniteti, duke i bërë ata të mendojnë vetëm për mbijetesën. Në mënyrë të nënkuptuar, darka përfaqëson edhe darkën e madhe të historisë shqiptare, ku kombi është ulur në një tryez të rreme me tiraninë, duke humbur dinjitetin për hir të sigurisë. Kjo e bën romanin të tejkalojë kufijtë e politikës shqiptare dhe ta shndërrojë në një reflektim mbi natyrën njerëzore dhe mekanizmin e pushtetit. Stili dhe gjuha e Kadares. Kadareja shkruan me një stil të veçantë, ku realiteti dhe absurdi përzihen natyrshëm. Në këtë roman, ai përdor një gjuhë të ftohtë dhe të matur, që përshkruan me qetësi gjendje ankthi dhe pasigurie. Dialogët janë të kursyer, ndërsa nën teksti është i thellë.
Kadareja nuk e tregon drejt për drejt dhunën apo frikën, ai e nënkupton, e ndjen, e lë të veprojë në mendjen e lexuesit. Kjo e bën romanin më të fuqishëm, sepse frika që nuk thuhet ndjehet më fort. Në shumë momente, ai përdor ironi të hollë. Për shembull, mënyra se si përshkruhen përgatitjet për darkën, kujdesi absurd për rregullat, për shishet e verës apo rendin e karrigeve, e bën lexuesin të qesh hidhur, është një e qeshur që lind nga absurdi. Temat qendrore, frika, pushteti dhe absurdi. Në thelb, Darka e gabuar është një roman mbi frikën, jo frikën e zakonshme, por atë që lind nga pasiguria e vazhdueshme, nga mungesa e kuptimit dhe kontrollit. Kjo është frika që i bën njerëzit të heshtin, të mos mendojnë, të jetojnë me ndjesinë se çdo gjë mund të jetë gabim. Kadareja tregon se pushteti më i madh nuk është ai që ndëshkon trupin, por ai që pushton mendjen, Radio Lyra. Një tjetër temë qendrore është absurdi politik. Në sistemet totalitare, logjika zhduket. Një darkë bëhet një akt politik, një përkulje e kokës merr kuptim të jashtëzakonshëm dhe njerëzit sillen sikur çdo gjë ka domethënie të fshehtë. Kjo është tragjikomedia e njeriut në diktaturë, jeton brenda një realiteti ku çdo gjë është rrezik, por askush nuk di pse. Së fundi, romani prek edhe temën e fajit dhe pafajësisë. Kush e bëri gabimin në darkë? A ekzistonte vërtet një gabim? Apo ishte vetëm një iluzion i krijuar nga frika? Kjo pyetje nuk merr kurrë përgjigje të qartë, sepse qëllimi i Kadares është të tregojë se në diktaturë fajtor është gjithmonë njeriu, edhe kur nuk ka bërë asgjë. Krahasime me veprat e tjera të Kadares. Darka e gabuar lidhet ngushtë me disa motive që Kadareja i ka trajtuar edhe më parë, në Pallati i ëndrave, ku shfaqet mekanizmi i kontrollit të mendimeve, në Koncert në fund të dimrit, ku flet për absurditetin e marrëdhënieve me kinën, dhe në Prilli i thyrë, ku trajton fatin e njeriut të lidhur nga rregulla të pamëshirshme. Në të gjitha këto vepra, përfshirë edhe Darka e gabuar, Kadareja përdor situata të vogla për të zbuluar universin e madh të frikës dhe absurdit. Ai e di që njeriu në ndrysninë e pushtetit nuk shkatërohet menjëherë, ai përkulet ngadalë, humbet arsyen pak nga pak. Pikërisht këtë proces e përshkruan romani me qetësinë e një kronike të errët, Radio Lyra. Mesazhi filozofik dhe moral. Në fund të fundit, Darka e gabuar është një reflektim mbi njeriun dhe ndërgjegjen e tij. Kadareja nuk e sheh diktaturën vetëm si fenomen politik, por si gjendje shpirtërore. Ajo ndodh sa herë njeriu heq dorë nga liria e mendimit. Romani pyet: çfarë ndodh me një shoqëri kur njerëzit kanë frikë edhe të shikojnë njëri tjetrin në sy? Në këtë pyetje qëndron thelbi i veprës. Frika nuk është më armë e pushtetit, por bëhet pjesë e shpirtit të njeriu. Dhe kur kjo ndodh, asgjë nuk ka më rëndësi, as darkat, as rregullat, as urdhrat. Vetëm boshësia mbetet. Radio Lyra. Në fund të leximit të Darka e gabuar, mbetet një ndjenjë e thellë heshtjeje. Lexuesi pyet veten: a ka pasur ndonjëherë një darkë të gabuar në jetën time? Një moment kur kam heshtur nga frika, kur kam bërë sikur s'kuptoj për të mos u përballur me të vërtetën? Kadareja na kujton se darkat e gabuara nuk ndodhin vetëm në politik, ato ndodhin në çdo marrëdhënie njerëzore, në çdo kompromis që bëjmë me ndërgjegjen tonë. Në këtë kuptim, romani është një pasqyrë ku secili prej nesh mund të shohë vetveten. Sepse, siç thot Kadare në mënyrë të nënkuptuar, gabimi më i madh nuk është të ftohesh në një darkë të rreme, por të mos ngrihesh më kurrë nga ajo tryezë.